Ngjarja tragjike e ndodhur në qytetin e Durrësit me humbjen e jetës së 2 fëmijëve ka prekur thellësisht opinionin publik dhe ndërgjegjen shoqërore. Humbja e jetëve në një moshë aq të vogël përbën një dhimbje të madhe për familjet, por edhe për gjithë ne si anëtarë të kuvendit dhe si shoqëri. Unë nuk mund t'ja shpreh dot me fjalë dhimbjen e madhe që kishin ato të 2 nëna sot kur qanin fëmijët e tyre. Kuvendi i Shqipërisë shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe solidaritetin e tij me familjet e viktimave, duke u përulur me respekt para kësaj tragjedie. Ju ftoj të nderojmë kujtimin me 1 minutë heshtje. Engjëjt Enea dhe Klevisi u preshin në paqë.